sepse e kishim se një pasion, por në momentin kur kemi hyrë në autobus, në atë moment kanë ndodhur demonstratat e famshme të Beogradit, ku Miloševiqi në atë moment kërkonte burgimin e Azemvllasit, edhe ishte çështja e minaterëve të Trepçës, domethënë demonstratët e minatorëve të Trepçës, dhe gjithë ato grupi studentëve që kemi drejtuar gjatë Prishtinës u deshme të rikthehemi në Ulqin. Kurse ne në atë moment na erdhi thirrja në Ulqin si u kthyme, nuk mundemi të vim në Prishtinë fare, sepse e dishim që s'ka më, domethënë Serbia do bëte mekanizma e shtetit të asaj kohe, do i bëte gjitha represalet e veta, por rikthehemi në Ulqin, por kur rikthehemi në Ulqin, ne edhe pse jemi të lindur në Australi, kemi pasur domethënë në shtësinë e dëfisht edhe të Jugosllavisë të asaj kohe, ne na marrin naim që shkomi në ushtri. Edhe me naimin jemi dezertorët e parë që ikim brenda natës për Australi. Brenda natës për Australi? Po, sepse... I kishit bërë dokumentacionin ju? Po jo, ne i kishim pasaportin Australisë. A kishit pasaportat australiane? Po, me lindje. Por ne menduam që s'do na marrin në ushtri. Kuj morët pasaportat ju? Në ambasadën e Beogradit në Australi. Të Australisë. Më thonë, megjithatë Australia përkujdesej për fëmijët e vet. Për njerëzit e vet. Çdo kush që e ka, domethënë, që ka lindur në Australi, ka drejt me ligjin e Australisë të ketë në shtësinë e Australisë. E kishit menduar kërkimin e babait para kësaj kohe? Po, sepse gjithë familja gjithmonë e kishte emrin e flamurit në gojë. Flamuri ishte si ai person, si një fantazëm, si një person u bë mitologjik. Çka prisnit? Unë priste... Të realizoheni më mirë materialisht që të udhtoni, se një ditë ta kërkonit me patjetër që do ta bënit. Edhe pse ne materialisht nuk ishim të mkëmbur, ne ishim jashtëzakonisht të pasur shpirtërisht. Ne kishim një shtëpi të vogël që na kishte ndërtuar ushtria mbas ne i themi në Ulqin Zërzeles, mbas tërmetis, edhe ne ishim tejet kënaqur me një shtëpi të vogël, me një nanë të mirë, ne themi tamaqare, punëtore, me faqe të bardhë, që çështja e lekut nuk ishte primare, ishte çështja e gjetjes babait. Po, e kuptoj, këtë e kisha si mekanizëm që të niseni. Po, mekanizmi kryesor ishte kërkesa e nanës Zyra, e nanamallës time Zyra të ndjer, e cila tha Sami, thot ti ke me gjet djalin. Me gjet djalin. Se pikërisht e kisha pyetje, çka ju shtiu? Edhe momenti kur dal nga pragu i derës, nanamallë Zyraja u gjynëzohet para meje dhe fillon me mi puth këmbët dhe duart. Edhe thot ti mu kur nuk kemë pa, edhe ishte e vërtet që unë nuk prita ta shikoj nanën Zyra. Nuk arriti ta shikosh. Po, edhe ai nuk e priti që mu bëhen bashkë me babën. Se kjo ishte gjë interesante. Unë kur u riktheva në Australi, domethënë përveç mallit dhe dhimbjes, ishte një premtim i brendshëm që ja kishte bërë vetes nën Zyrasa. Nën Zyras, po dhe nën Naxhijes. Edhe Naimit, sepse edhe Naimi kërkonte nga unë, basi ishte unë kemi ndallim 30 minutash, po them jam më i vjetri, më i madh, jam vetëm 5 minuta më i madh. Mirë, dhe vendimin e morë, po kuptohet tani, u bën gjithë këto gjëra që vendimi përfundimtar për të thuar u mor. Tash e kishe përpara, unë do ta gjej babain tim. Udhtove në Sydney apo në Melbourne? Në Sydney, tani po tregoj. Para mendoni vetëm dua t'i rikthej shikuesit me një moment. Ishte një djalosh 18 vjeçar, pa i mbushur 18, që nuk din fare anglisht. A nuk di anglisht? Zero anglisht. Dishe gjermanishten shumë mirë, dishe italishten shumë mirë. Shkaku i turistëve gjerman, edhe Italin, mbasi kishim Rajunun dhe Rajduën dhe Italia Unun ne ishim të italofil. Gjithë Bregdeti i Malit Zi ka qenë italofil. Edhe, po të thojmë Bregdeti shqiptar. Edhe kështu, ne e dime ato gjë, po gjuhën angleze nuk e dishe. Edhe paramendoni një fëmijë asaj kohe, pa internet, pa telefonat celular, me shku me gjetë një babat sërgjinosur që nuk dia si duket, kurse i kemi vetëm fotografiat e tija kur ishte i ri. Udhtove në Sydney. Sami tashi. Po, në Sydney kishe dajën tim, Shabanin. Po, kur e kërkoje, edhe fillove me kërku babajnë, me njera, kishe dajën të në Shabanin, a kishte ndonjë kontakt daja? Zero me Flamurin, Flamuri ishte nda, që nga 73 ishte nda fare nga komuniteti shqiptar atje. Dhe kishte shku ku? Dhe kishte shku me një vend verior fare të janë ato zëzakët australian që quhen aborigjinet, ishte me to atje në veri të Australisë që quhet Townsville, ishte shteti i mbretëreshës Queenslanda, por mas harroni se Australia është një kontinent jashtëzakonisht i madh. Ishte domethënë vetëm shteti viktorian, ishte shteti më i vogël në Australi, nxen Evropën gjithë, apo disa Evropa brenda. Domethënë ishte një kontinent i jashtëzakonisht i madh,
edhe flamuri ishte pikrisht gati 4.000 kilometra larg Sidney. Dhe ishte shkëput çdo Ishte lidhje, shkëputur me fare. shqiptarët edhe me dajnë me të Po, gjithë. unë pata fat që një ulqinak e kishte kontaktin e tij. Aha. Edhe ai ulqinaku më ka kontaktuar mua, ka pas emrin Haxhi Selita, edhe ai tha Sami, tha, flamuri gjendet në Tanzville dhe do ta mundoj që të lidhej me babain. Kur unë u lidha mbas sa viteve me babain, me Do të shkojmë aty. Po. Se më ban përshtypje pjesa emocionale që është më pëlqejnë, me të thënë të drejtën, sa do që t'jetë, unë jam i bindur që edhe juve ju pëlqen të rrefeni, Po. se sa herë që e rrefen besoj që shkarkohesh pak prej ati emocionit dhe asaj dhimbje të përjetuar për vite më radhë. Tash kur po e kërkoje babajnë, cila ishte frika më e madhe? Të mos e gjeje, apo të gjeje dhe të mos ishte ai që e kishe ndërruar? Cila ishte frika? Të gjitha këto si i fole. Gjitha ishin përmbledhur me një ankth të madh për mua. Nuk dishe si cilin person do flas, nuk dishe cilin person si do të reagojë ndaj meje dhe tek e fundit a do e njihja këtë njeri, domethënë. Kurse tani ky i ka nisur 2 djem nga Australia në moshën 3-4 vjeçare, kurse unë rikthehem burr tani. Edhe pse jam teenager, jam një burr, jam një burr i formuar në ulqinin që i shrit edhe ai, por faktikisht unë do të takoj tani një njeri të panjohur që duhet i them babi. Sa qëndrove në Sidney? Në Sidney, sa ditë sa? Qëndrova gati 9 muaj, derisa gjeta babain. 9 muaj. 9 muaj. Fillova me Përsëri mësu gjuhën. ankth, e frigë, e pritje. Po, gjitha i prit dhe momentin kur vendosa ta shkoj të drejtohem ndaj flamurit ishte kur një Duhet të thoje me autobus. Me autobus u thove? Me autobus, 4 ditë. Unë s'kam ditur se kur kam hyrë dhe kur kam dalë, se çka do të gjej dhe si do të shkojnë kjo rrugë, por ishte pikërisht një shqiptar i Shqipërisë, një Dugagjinas, një Zef Deda, që tha unë me flamurin kam luajtur bixhoz, thot, unë e di thot mendjen e tij thot. Ai thot nuk do ta marri hapin e parë që të shikojnë ty, thot ti duhet shkosh ta gjesh ti baban. Ta gjesh ti atje. Edhe ashtu vendosa të shkoj ta gjej. Rruga ishte e gjatë, Naim, ishte e gjatë dhe nuk dishe. Haxhiu më tha që ai do të mpresi mua në stacionin e autobusit, por nuk dishe se si do duket ky njeri, a do di në cilin ditë do të vi. Telefonat Si ishte ai takim? Ishte gjë interesante. Thuhet gjithsesi edhe kam lexuar për ju se ishte shumë antologjik, Ishte takim i mbushur me dhimbje. Me dhimbje, me gjithçka. Unë kur erdha tek stacioni i fundit, që ishte Tanzville nga Sidney, ishte një stacion i fundit, ishte një tamam si një ato filmat western, ku ishte një pluhur i madh, u dukte një njeri me cigare, me disa pantolle të boj kafe, me një këmish të bardhë, me një bark të vogël, e kam fare, domethënë parasysh këtë figurë, edhe unë nuk besoja me sytë e mi se ky mund të jetë baba im, sepse ishte fare figurë që nuk e paraftyroja se ky ishte figura babaj, se unë e kishe figurën kur e dukte si aktorat hollywoodian, si George Clooney apo Cary Grant i kohës tonë, po jo një njeri që ishte fare i rrëzuar nga koha. Edhe unë kur ulen nga autobusi, kjo është gjë interesante, ai më njofti mu direkt. Edhe ai mbasi ngjason të shumë xhoxhain e tij Shaban Rama, të ndjer i thash ku je, i thash Shaban Rama. Direkt atij, ai e heki cigaren nga goja, tha hajdet pas baba, tha unë jam thot baba jet, thot pshty thot lart thot bjen mball, pshty thot poshtë bjen bark, tha s'ke kum çën dhe s'ke kum çën. Kjo ishte ajo që Kjo ishte domethënë takimi, edhe unë ishe fare si hutum, nuk ishte ai takimi hollywoodian që ti e roke, ti prallë, ti e ballafaquar me njëri fare të panjohur. Ma shtrëngoj dorën dhe tha shikot pas baba, thot, po qoftë se ke dëshirë, thot, ta blej, thot, dhomën hotel, thot, me fjet në hotel, apo do në, thot, marrë, thot, me fjet, thot, ku flejon. Ku flen jo, baba. Thot, bab, duke ti. Edhe unë nuk e dita se flamuri ishte faktikisht në një gjendje që nuk ishte as vend ku të fliste, sepse ishte koha që a ishte në një domethënë aq ishte i vobegët nga çdo aspekt. I marum. Unë i marum, unë ashtu sa unë ishte shumë i çuditur, sepse Daja Shabani ishte një jetë mirë në Indjer, edhe ai tani në Sydney të Australisë, kurse flamuri ishte fare i rrëzuar dhe i rënuar, por unë prapë kuptova se kjo ishte jeta e tij dhe thaç atë çka. Po kur i rrefenja, kur i thirrën nënën dhe Naimin në ulqin, ato i thash, pse nënës i thash nuk më ke tregu se ky është babai, domethënë, se unë kam pas flamurin mitologjik në kokë, unë kam menduar se është milioner, kurse këtu kam gjetë një person që s'ka pasur lek në xhep. I varfër. Edhe ishte në një moment kur shkume me një pub australian, hera parë që ballafaqohem me pub irlandez,
edhe ai po hyn në pub me mu, edhe po i thët gjithë pubit aty, gjithë musafirëve që janë në pub, i tha, pije për gjithë, tha, drink for everybody. Edhe një njeri që e njifte, sepse babai në atë kohë kishte emrin Fredi, prej Flamur u bë Fredi, sikur se gjitha emrat Ta bëjnë. Po, ta bëjnë. Shabani bëhet Sem, Islami bëhet Jack, kështu janë, domethënë emrat që i kanë bërë anglosaksonët e kanë këte, ti anglicizojnë emrat, dhe në atë pub tha drink for everybody. Ky australiani tha, Flamur tha, ke fituar tha loteri, gjuhën angleze, tha, jo tha, po tha unë tha jam jatë djali tha i Xhemal Ramës. Se diti kush jam unë, Se dita kush jam unë, tha djali Xhemalit, tha o zot, por unë kishe vetëm ato $300 në xhep, s'kishe më tepër. Edhe ai bëri gjithë pite. I tha unë, o zot, kurrën e kurrës, prej këtë shëtutje zot i jap me lek, a din, sepse nuk e dishe, por ishte ajo edhe respekti se ky ish babai tani. Unë do bëj çka bën baba, çka thot baba.